Ramazani, muaj hyjnor që ndriçon shpirtin dhe pasuron shëndetin. Sistemi i qarkullimit të gjakut. Kur ne agjërojmë gjatë gjithë ditës, vëllimi i gjakut na pakësohet. Kjo dukuri i jep zemrës një prehje me rëndësi. Më e rëndësishmja është se pakësimi i lëngut ndërqelizor shkakton pakësimin e presionit i ndor, i cili gjatë kohës së agjërimit është vazhdimisht i ulët dhe përrjedhoj edhe zemra është e qetë. Një nga efektet më të rëndësishme të agjërimit mbi sistemin e qarkullimit shihet mbi enët e gjakut. Mosdjegja e plotë e mbeturinave të lëndëve ushqimore në enët e gjakut i hap rrugë të mtimit dhe vjetërimit të tyre. Kurse gjatë kohës së agjërimit, sidomos në orët afër iftarit, të gjitha mbetjet ushqimore në gjak janë ndjekur dhe në enët e gjakut s'ka më mbetje të tilla. Kështu, yndyra dhe mbeturinat e tjera nuk shkaktojnë ngushtimin e enëve të gjakut. Gjithashtu, ne mbrohemi akoma dhe më mirë ndaj kurtësimit të tyre. Sapo në trup të lind nevoja për gjak, një refleks ngacmon palcën e kockave, e cila është vendi ku prodhohet gjaku. Me që gjatë kohës së agjërimit lëndët ushqimore zbresin në nivelin më të ulët, palca e kockave ngacmohet dhe prodhohet gjak. Me që gjatë kësaj kohe, mëlçia pushon shumë mirë, i përgatit në mënyrë më të mirë lëndët për të cilat ka nevojë palca e kockave për prodhimin e gjakut. Me këto urtësi të shumanshme biologjike të agjërimit, të doptit gjatë kësaj periudhe shtojnë në peshë, kurse personat me peshë të tepërt dobësohen, sepse shëndeti i tyre i përgjithshëm hyn në ekuilibër dhe regjim të rregullt. Dhe tani, duke kujtuar edhe një herë pjesën e fundit të ajetit kuranor, ku thuhet se po ta dini, agjërimi është më i dobishëm për ju, le të falenderojmë duke ndjerë kënaqësinë e mrekullisë hyjnore të Kuranit. Agjëroni që të jeni të shëndetshëm. Ramadan